Në Prishtinë, për herë të 5 me radhë ka dështuar përpjekja për të konstituar Kuvendin e Ri të Kosovës dhe për të zgjedhur kryetarin e tij. Lëvizja vetëvendosje e ka propozuar sërish Albulena Haxhiun për postin e kryeparlamentares, por edhe këtë herë ajo nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme për t'u zgjedhur. Në përfundim të votimit të fshehtë, rezultati ishte 57 vota pro, 46 kundër dhe 3 abstenime, çka bëri që procesi të dështojë. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, vendosi të ndërpres punimet menjëherë pas shpalljes së rezultatit, duke caktuar të premten, në orën 11:00, si afatin për mbajtjen e seancës së ardhshme. Ky bllokim vjen në një moment kur vendi ka nevojë për funksionalitet institucional dhe drejtim politik të qartë. Partitë opozitare kanë qenë të qarta edhe përpara nisjes së kësaj seance. Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, u shpreh se posti i kryetarit të kuvendit nuk duhet të jetë çështje politike, por kërkon bashkëpunim dhe konsensus. Ai theksoi se nëse vetëvendosje nuk i ka numrat e nevojshëm, duhet të hapë rrugë për konsultime me opozitën. Në të njëjtën linjë ishte edhe kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku. Ai deklaroi se qëndrimi i partisë së tij nuk ka ndryshuar dhe se është detyrë e partisë fituese të ofrojë një kandidat që mund të pranohet nga të gjithë, duke theksuar nevojën për konsensus dhe stabilitet. Ndërsa seancat e kuvendit vazhdojnë të prodhojnë dështime, mbetet e paqartë se kur dhe si do të zgjidhet ngërçi institucional që po e mban të paralizuar punën legjislative në Kosovë.